Përshëndetje miq të Baçja Magjike, mirë se erdhët. Sot do t'ju prezantoj 5 bimë të njohura që rriten në natyrë ose kultivohen në kopshtet tona, për secilën do të mësoni emrin botanik, vetit, përbërësit kryesor dhe përdorimet tradicionale. Le ta nisim me borzilokun. Borziloku, Ocimum basilicum. Borziloku është një nga bimët aromatike më të përdorura në botë dhe i përket familjes Lamiaceae. Përveç aromës së këndshme, ai është i pasur me majra esencial si eugenoli dhe linaloli, si dhe me flavonoide, vitamin K dhe antioksidant. Në mjekësinë popullore, borziloku është përdorur për të ndihmuar tretjen, për të lehtësuar fryrjen e barkut dhe për të shqetësuar organizmin. Studimet tregojnë se përbërësit e tij kanë veti antioksiduese, antiinflamatore dhe antimikrobike. Përdoret i freskët në gatim si çaj për përgatitjen e vajrave aromatik. Lule basani, Hypericum perforatum. Lule basani është një bimë shumë vjeçare që rritet në livade dhe vende me diell. Lulet e verdha janë të pasura me përbërës bioaktiv si hepiricina, hiporfirina, flavonoidet dhe polifenolet. Në mjekësinë popullore është përdorur tradicionalisht për të mbështetur mirëqenien emocionale, për shqetësimin e organizmit dhe për kujdesin ndaj plagëve të vogla. Studimet kanë treguar se ka veti antioksiduese dhe antiinflamatore. Megjithatë, lule basani mund të ndërveprojë me shumë barna, prandaj nuk duhet përdorur pa këshillën e mjekut. Gjembi i egër, Heliotropium europaeum. Gjembi i egër është një bimë njëveçare që rritet në toka të thata dhe të papunuara. Lulet e vogla të bardha janë të vendosura në tufë karakteristike. Në traditën popullore është përdorur për qëllime të ndryshme, por kjo bimë përmban alkaloide pirolizidinike, substanca që mund të dëmtojnë mëlçinë. Për këtë arsye, nuk rekomandohet përdorimi i saj për konsum ose vetë mjekim. Ajo mbetet një bimë interesante për studime botanike dhe fitokimike. Rrënja e saj është përdorur për reumatizmin dhe dhimbjet e kockave. Bërshëlliza. Bërshëlliza është një bimë kacavierse shumë vjeçare që rritet përgjatë gardheve, shkurreve dhe vendeve me lagështi. Dallohet nga lulet e mëdha në formë kambane të bardhë ose rozë. Përmban flavonoide dhe përbërje fenolike me aktivitet antioksidues. Në mjekësinë popullore është përdorur si diuretik dhe laksativ i lehtë, por përdorimi i saj nuk mbështetet nga prova të mjaftueshme klinike dhe duhet bërë me kujdes. Fshesa e keqe. Fshesa e keqe është një bimë e familjes Asteraceae që rritet pothuajse kudo. Edhe pse shpesh konsiderohet bari i keq, ajo përmban flavonoide, tanine, vajra esencial dhe përbërje fenolike. Në mjekësinë tradicionale është përdorur për vetitë e saj diuretike dhe për mbështetjen e shëndetit të traktit urinar. Studimet laboratorike kanë treguar aktivitet antioksidues dhe antimikrobik, megjithse nevojiten më shumë kërkime për përdorimin e saj mjekësor pa këshillën e mjekut. Këto janë vetëm disa nga bimët që natyra na ofron. Është e rëndësishme t'i identifikojmë gjithmonë saktë dhe t'i përdorim me kujdes. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni pëlqim, abonohuni në kanal dhe më shkruani në komente cilën bimë doni të prezantoj në videon e ardhshme.